أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين اللهم سبحانه وتعالى falenderoj salatet për shëndetjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ja dërgoi dhe adresoi familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij të ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë inshallah me ligjëratën e sodit dhe të fundit për këtë muaj të bekuar të Ramazanit, duke lutur Allahun e Madh që Allahu çdo fjalë të cilën e kemi thënë dhe e kemi dëgjuar të gjendet në peshorën tonë ditën e gjykimit të madhnia Allahu te bareke ve taala. Lut Allahun që fjalët të cilët e kemi thënë dhe e kemi dëgjuar të jenë dëshmi për neve dhe jo kundra neve në ditën e gjykimit. Për arsye se njeriu i cili dëgjon apo flet dhe nuk e praktikon, ajo do të jetë dëshmi për ta kundër në ditën e gjykimit. Zot na ruaj. Nëse besimtari dëgjon dhe përfiton diçka, atëherë do të jetë në dobinë e tij në ditën e gjykimit dhe do të jetë në peshorën e tij. Allahu i bof këto vepra që të gjenden për ne në ditën e gjykimit ya Rabbel Alamin. Sot me lenin Allahu të kam përgjedhur një rrëfim prej rrëfimeve të pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, të cilin rrëfim e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Abdullah bin Mas'udi radhiyallahu anhu. Një rrëfim i cili ka të bëjë i dashur për veshin, i dashur me dëgju, i dashur me përjetu dhe me shpresë me përjetu. Ajo është për xhenetin, për njeriu në fundit që do të hyjë në xhenet. Allahu na bëj prej tyre ya Rabbel Alamin. Xheneti një vend ku Allahu subhanahu wa taala e krijoi për njerëzit të cilët besën, të cilën ja dhan Allahut e mbajtën. Xheneti një vend ku mirësia aty nuk ka fund. Kënaqësia është e pafund. Një vend ku Allahu subhanahu wa taala e bani që muslimanat shka janë lodh, shka janë raskapit, kanë agjëru, kanë fal, kanë dhënë zeqat, kanë shku në haxh. Allahu e bani vend ku njerëzit do të shpërblejnë në ta. Xheneti i Allahu te barek ve teala një vend që Allahu e bani që njerëzit syni s'ka pa, veshi nuk ka dëgju, as mendja e njeriu s'ka mujt me paramendu. Kjo është xheneti i Allahu te barek ve teala. Në këtë xhenet Allahu subhanahu wa taala do t'ja bëjë nasib njerëzve sipas veprave të cilat i kanë punuar në dunjë mu rëndit. Në xhennet nuk hihet vetëm me mëshirën dhe rahmetin e Allahut, ndërsa rënditja në xhennet është sipas veprave që ti i ke bërë para Allahut te bareke ve taala. Andaj më lejoni që këtë hadith inshallah të shkurtër me kuptim të madh ta ndaj bashkë me ju dhe këtë rrëfim të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Të dashur vëllezër, siç e thash, këtë hadith e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në Sahihun e tij, ku pejgamberi un sallallahu alaihi wasallam po tregon dhe thot që i fundi që do të hyjë në xhennet është një burr, një njeri i cili njerë hecën mbi urën e siratit dhe njerë rëzohet në ta, derisa ndonjëherë e përfshin zjarmi i xhehenemit. E përfshin shka? Zjarmi i xhehenemit. Edhe ky njeri në këtë situatë, duke qëndru, duke net, kur e kalon ata urën e siratit, ku dihet që nër urë është xhehenemi. Allah na shpëtoft ya Rabbi. Në ato momente kur njeriu po hecka dhe po shpotoj ka, kthehet drejt xhehenemit. Këtu në hadith ka ardhur disa transmetime do të sjelli, do kanë thonë që ka hi krejt, do kanë thonë ka kalu, do ka thonë jo vetëm ftyrën, dhe do të tregoj si është azabi i njerëzve para se me një xhennet.
Dhe ki kur kaloj ka prej asaj vështirësie, thoj ka falenderimi i takon Allahut i cili më shpëtoi nga zjarmi i xhehenemit. E falenderoj ka Allahun subhanahu wa taala. Edhe në këtë mënyrë ki njeri kur e falenderoj ka Allahun subhanahu wa taala në këtë formë, po dil ka para Allahut subhanahu wa taala duke falendëruar, duke thonë o Zot, ty takon falenderimi o i madhruar që ma bane me shpëtu nga zjarmi i xhehenemit. Edhe po dil ka para Allahut, dhe Allahu për ja kthej ka ftyrën ka xhehenemi. Dëgjone që tonë, kur e kthen ftyrën ka xhehenemi është azab, veç me pa xhehenemin, jo mu konta. Po dhe ka o Allah, largo ma ftyrën prej xhehenemit. Allah i dhe ka o robijem, në qovë se ta largoj ftyrën tona, kime mlut alo diçka, thot ja rab nuk t'luti, vetëm largo ma ftyrën prej xhehenemit. Allah kur ja kthen ftyrën dhe ja largon ftyrën nga xhehenemi, ja sheje dhe ja kryon ati me pa një dru, një pemë, dhe thot ja rab, ma mundso dhe të shkojnë në hijen asaj peme të futna. Kur shkon në hijen asaj peme ja fillon të pije dhe thot Allahu subhanahu wa taala, a kime mlut, ma thot ja rab, nuk lus ma asë gja. Allahu ja ban kur ai duke qëndru pasi që pushon, e shen një dru tjetër dhe thot ja rab, ma bën nasib të shkoj të qaj druni tjetër se kana maj mirë se ki i pari. Allahu thënë qohë se të realizoj atë kish dëshire dhe njëherë, thot ja rab, më nuk luti asë një gjanë, me gjithë sa Allahu e din se robi, biri Ademit, robi Allahut është i pangishëm, i pangopër. Atëherë Allahu kur ja mëson këtë dytin, ja mëson edhe tretin me pa. Kur e shet drunin e tret, është më i mirë se këto dy drujt e parë. Thot ja rab, më mundso edhe të afrohen edhe të shoh edhe qatë drun, ti ta shijojnë knatësinë e saj. Allahu te bareke ve taala i thot, o robi jam, në qovë se unë të baj nasib ti e këta, a kime lipti ala prej me e diçka? Thot ja rab, nuk lipi, o Zot nuk lipi asgjë. Atër Allahu ja mundson. Mirë, po kur ja mundson ati, ja mundson mi dëgju veshi i ti hareja lumëturin e banorëve të xhenetit në xhennet. E nin, thot ja rab, o Zot, thot pasi që afron Allahu te bareke, o Allah, te porta, te dera e xhenetit, ja rab, o Zot, afron dhe pushon ma mundso të hi mrena. Thot Allahu subhanahu, o robi jam, as unë gopa, as nuk ungiva. Thot ja rab, thot am premtove ti mua, Allah i thot robit, am premtove ti mua se nuk kime kërku gjatë tjetër. Thot o Zot, nuk lipi prej te, veç ma ban nasib me hinta. Ai kur hinta vllazër, i shion dhe janis Allahu subhanahu wa taala thot, a kime lip mo diçka tjetër? Thot ja rab, apo tallosh me mua? Ka kesh Abdullah bin Mesudi. E kanë vetë sahabët, pse po kesh Abdullah? Tha ka kesh pejgamberi alayhi salatu wasalam. E i tham ja Rasulullah, pse po kesh? Tha ka kesh Allahu me këtë njeri i cili ka thonë, o Allah, apo tallosh me mua, ti më shine në xhenet dhe thua alo, do alo diçka tjetëra. Allahu subhanahu wa taala pide ka ti, hinë në xhenet, a do diçka tjetër? Thot ja rab, apo tallosh me mua, ti e Zoti i gjithësisë. Atër Allahu subhanahu wa taala thot, a je i kënaqur se me pas sa dunjaja dhe 10 herë ta. Allahu na bof nasib ya rabbel alamin. Kjo hadith vëllazër është një hadith i madh në kuptim, në myshdën shka e jep kjo hadith nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në transmetime të tjera ku njerëzit pas kanë dal para madhnisë Allahu te bareke ve taala dhe dikush ka me shpëtue prej xhenemit, dikush nuk i fare, dikush i rrini pjesë dhe del, dikush kështu dhe dikush ashtu, forma të ndryshme të xhenemit. Allahu na shpëtoft. Allahu na shpëtoft vëllazër. Xhenemi ka vend shumë. Do i bëjnë hajgare dhe thajnë ka mumu xhenemi, jo. Allahu thot në suratul Qaf, yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. A ditë thot Allahu kemi mi thonë xhehenimit, a unë gopa, a unë mushe, ka me thonën hel min mezid, a ka halo njerës. La hawla wa la quwwata illa billah. Mirë për ata të cilët tallën dhe mendojnë që xhehenimi nuk ka vend, xhehenimi për këtë ka vend. Bile ka në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadith e i vërtet, që njerëzi nga ehlul kible,
nga ata të cilët falen, nga ata të cilët i drejton Allahut ka kiblja, kanë me hi me numër të madh në xhenem, shka nuk mundet mi numëru njeri, qatë shumë që kanë me hi në xhenem. Dhe kanë me hi shumë numër i madh i tyre. Allahu na shpëtoft, dhe është moment i trishtueshëm. Ka me pas për njerëzve që hecin mbi urën e Siratit, e cila është me holl, o vëllezër, me holl se kime e flokës, me mpret se shpata, nërtën gjindet xhehenimi ka kuka të cilët i tërhesh njerëzit e poshtë. Allah na shpëto, Allah na ruaj, ja Rabbel Alamin. E vëllezër të nderuar, kur njeriu po shpëtoj ka po dil katanena njoni, po dhe ko elhamdulillah, o Allah që më shpëtuve, se njerë pas ka ra, njerë pas ka dal, njerë pas ka ra, njerë pas ka dal, deri sa ka dal. Kur ka dal, njerëzit nga shpëtimi i xhehenimit janë disa lloj. Një, ka njerëzit të cilët shpëtojnë nga xhehenimi, mirë pa Allahu i dënon, duke ja u kthy fytyrën mi pa dënimin e njerëzve. Vëllezër, një krahasim dhe Allah t'i takon shembull më i mirë. Me boti më kom me një hotel, ose je me një dhomë, dhe të ipat një dritare, një xham, që ti mi i pa njerëzit duke u bë azab, duke u kall, duke u djeg, duke u shiju ushimet e xhenemit apo të këqija, e sheh ti vetëm duke e pa bonsh azab. Vish duke e pa. Në telefon kur po këshirmi diçka, po trishtohem edhe s'ni na knatësi. Parënoj ki njeri i cili po e pas ka ftyrën këshu, po dhe kja, ja, rëp, ma hek ftyrën. Kjo Allah i pari dënimit, vëzër, jasha xhenemit. Pastaj ka njerëzit e cilët Allahu te bareke ve taala ja bon atyre që mos me hin xhenem, ama as në xhennet. Shka me pas një peng, me prit. Kjo llogari, me prit. Allahu subhanahu wa taala i ban me prit ato, nuk çelet dera për ta e xhennetit. Ai knoçet amani lloj dënimit, se nuk ka të knoçën në xhennet. Pastaj dikush e nin, paranoti me shku ndarso, po tham kush ti mish me në restoran, edhe ti nin duke kësi, duke bo hare, duke u lumturu, duke kësi edhe duke bo qefe, ama për ti s'ka vemrejna, thot, prit. Bile ka në hadithin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, për çet njeri, ka transmetime të shumta. Allah i pidhe ka dilë për xhenemit, thë shko këshire venin të në xhennet. Kur shkon të dera xhenetit, e shet xhenetit musht. Kthehet Allah, thot, ja Rab, hadithet janë të vërteta, ja Rab, xheneti këna i mbushur. Kthehet edhe njerë të Allahu. Allah i thot, shko se e ki venin ta. Thot, ja Rab, xheneti këna i mbushur. Allahu i thot, shko të veni jot. Kur shkon për stretit Allahu të barë këtë la thot, ja Rab, xheneti këna i mbushur. Allah i madhnia e ti i thot, kesh me ta. Thot, a je i knaqsht sa dunjoja dhe 10 herë shka ka pos në ta. Non, shka ka pos dunjoja, mbretër, shka s'kina një, Hazreti Sulejmani, Hazreti Daudi, këtë të ndodhit e cilët ka ndodh, Allah pëllet, a je i knaqsh me që ka që 10 herë? Ja Rab, a ti ven s'ka ti po më thumu që shua, edhe pse ti e Zoti gjëtsisa. Edhe këtu ka kesh i njëti hadith, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam va ka të regu. Bile, kur pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam va ka të regu këtë hadith sahabeve, ju ka dhonën ymit, ju ka dhonën shpres, ju ka dhonën motiv që me punu për këtë xhennet. Edhe njeriu i cili jam mëkatar, xhunaqar, duhet me shpresu të xhenneti Allahu te bareke ve taala. Andaj ne vazhdojmë çka i tha pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam. Tha Allahu kam i nxirr nga çdarmi i xhenemit çdo kush i cili thot fjalën la ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah. Hadithi bitaqës i njohur. Dhe pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith apo në këtë rafim na tregon që pas ka me pas për njerëzve të cilët kanë me dalë vëllezër të nderuar nga xhenemi. Dalja nga xhenemi është disa forma. Allah na shpëtoft ya Rabbi. Dhe do të hi pastaj do të foli edhe për hadithin për xhenetin pak, shumë pak, se nuk duhet ta zgjas shumë. Forma e njerëzve që kanë me dalë nga xhenemi është disa lloje. Një, dalin me shefatin e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi Allahut i ka, domethënë, dy lloje të shefateve. Shefati i parë është njerëzit kanë me prit në llogari 50.000 vjet. 50.000 vjet te dera Allahut, o Allah, a kemi mështin xhennet anë xhenem. Jo 5.000, jo 500,
jo 50.000 vjet. 50.000 vjet njerëzit fundosën, dielli është një plumb mbi kokat e njerëzve. Njerëzit ja fillojnë mu fundos njerëzën e tyre, mu gulfat. Dikush deri te zogu i kamës, dikush deri te xhujt, dikush deri në bel, dikush deri te huna e tij. Nga njerëz Allahu na shpëtoft. 50.000 vjet. 50.000 vjet. Dënimi i ashpër. Halo pa ja fillu. Atër shkojnë pejgamber të kejtë, si cili shkojnë, njerëzit shkojnë të pejgamber të tyre, shkojnë të Ademi a.s, shkojnë të Nuhi, dhe kështu me radhë të kretë, pa dash me zxot hadithin, shkojnë të pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam dhe thot, ana leha, unë jam para ta, unë jam para ta. Kështu, dhe më thonë pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, shefati i parësh, që aja fillon në përmjetina që i lën porta e xhennetit. Dhe ai është i pari i cili hi në xhennet edhe ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allah na bëj prej tyre ya rabbel alamin. Më pastaj vazhdon vëllezër të nderuar puna që njerëzit shkojnë në shefatin e lip pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për njerëzit gjunaçar. Edhe shefati i pejgamberit për njerëzit gjunaçar që Allahu ja bën nasib një dua të madhe dhe i shpëton shumë njerëz prej xhenemit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dua, me lutjen të cilën e bën. Dhe 3, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë shefat edhe për axhën e vet. Ju e dini, axha i pejgamberit, Ebu Talibi çish ka vdek? Bësh largo pak me kamerës kont. Si ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Si jo musliman, mumini. Apo a çfarë dënimi ka zjarr? Dënimi më të vogël ai ka. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dënimi më i vogël në xhenem është axha i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Ebu Talibi, i cili do t'i kese do nalle prej zjarmit, kundra prej zjarmit, trun do t'i vloj. E pse kjo apo? Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lip shefat të Allah, o Allah, unë e di që s'muj me nxjerr prej xhenemit, se ka vdek jo musliman. Andaj mos ma dëno migjën ma shumë. Kjo pse Ebu Talibi e mbrojti, e rriti, ketja ka bo, prap se prap këto nuk i kanë bo dobi. Pse? Sepse s'ka vdek si musliman. Vërejtje, shpjegim. Shumë njerëz sot janë pacifista, pacor, pis. Unë jam i but, unë i du njerëzit, këshirë që i këshirë mocën, këshirë që i këshirë qenin, aha, Evropa, aha, Habibi, i dashur, i ndëruar. Ta Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu e ka bo emër, që xhenetin s'ka për ta shiju asnjëherë ai i cili nuk e beson Allahun dhe nuk e beson pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. U kri, for Deutsch fertig, u kri kjo. Nuk ka këtu hajgare. Kjo punë e kryme. Andaj pacifistave ju bëjmë selam. Ata shka bon me laçe. Nduket ka pas gjunoj. Akon zemërmir, akon zemërmir. Allah është do ta dënoj sipas zemrës. Allahu ka thënë Kur'anin famëlar: "Wa man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna." Kjo besimi muslimanëve. Kush i ka bë Allahut shirk ortak, Allah ja ka bë haram xhennetin. Ajet Kur'anor, sa fjalë hoxhës. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Kanë dalë prej fe, nuk kanë musliman. Ata të cilët e thojnë Trinitetin, që Allahu a tresh, që Allah që i thënë ka e vlat, ka gruja, hasha wa kella, për krishterët. Andaj nësë mu më bu më të dashur, më të butë sa Allahu të barë këtër. Ne i respektojmë në dunjo, kemi mardhonje, kemi kontakte, i nderojmë, duhet hakin e kojshijes, hakin, gjithë shka. Kjo është për këtë dunjo. Për në dunjo, nuk mu më konë të barabartë. Atër s'ka sens, unë me agjeru, unë mu falë, unë me dhanë, unë me ba, unë me ledzu Kuran, unë mi urujt haramit, unë e ketë. Allah nuk ban pa drejtësi. S'mu me dalë njësaj. Do me thanën, Allahu të barë këtala nuk ban pa drejtësi. Allahu subhanu tala është i mëshirshëm, edhe me robrit të cilët ju kanë nështru Allahut. Andaj, loj 2 lëzër, që Allahu, pejgamberi Allahut bajka shefat, është shefat ndaj mëkatarëve. I nxjerr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga ummeti i tij krejt të cilët kanë bërë gjunahe. E lut Allahun, o Allah, nxjerr nga ummeti jam kush ka bërë gjunahe. Edhe kështu Allahu te barekuhu teala i nxjerr domethënë nga xhehenemi. 3 vëllezër, forma e shefatit është edhe për njerëzit e rëndomt, jo vetëm pejgambert kanë me bërë shefat. Pasi që disa prej besimtarëve shpoton nga zjarmi i xhehenemit,
Thënë, ja Rob, o Zot, i kina lonë do njerëzit që janë konë namazli me neve, janë falë, janë lutë me neve, subhanallah. Muslimoni për muslimonin sa i dhimë shumë është. Thëtë, ja Rob, i na konë me një sabve me dotë, si na ti i po që i janë gjennet. Allahu atër për hatër që tive që e lipi shoki shokun, Allahu e banë që i shefati i tyre, kërkesa e tyre, moralizu dhe i qetë Allahu nga xhenemi. Dhe shefati i shehidave, shefati i fëmijëve të vdekur, fëmijëve që kanë vdek, e lipin babën edhe nanën, Allah i banë shefati që usja mu'minun, besimtar, Allah i nxjerr nga zarmi i xhenemit. Allah na shpëtoft ja Rabbel Alamin. Këto ishin llojet e shefatit edhe te pejgamberët, edhe të cilët domthonë e besojnë shefatin në përgjithësi. Vëllazër, njerëzit më të lumtur në ditën e gjykimit janë ato të cilët kanë më shpëtuar nga zjarmi i xhenemit. Allahu ka thënë Kur'anin famëlar, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-janna." Dhe kush shpëton nga zjarmi i xhenemit dhe hin në xhennet, shpëton automatikisht hin në xhennet, faqad faz. Ato janë fitimtarët, ato janë të lumturit. Faz, fawz, fitimtar. Wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Dhe nuk ka jetë e dunjos vetëm se jetë lakmuse dhe mashtruese. Kështu e ka cilësuar Allahu Jalla shanu wa jalla jalalu. E kush janë njerëzit me shefat më të lumtur? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të vërtetë të Imam Buhariut, "Man qala la ilaha illa Allah khalisan dakhala al-janna." Ashhadu an-nasi man qala la ilaha illa Allah khalisan. Tha njerëzit më të lumtur ditën e gjykimit do të jenë ata të cilët kanë me zemrën e tyre la ilaha illa Allah dhe shka e kanë dëshmuar me vepër. Këshire për me hinë xhennet dush me vepër. Me vepër. Qish la ilaha illa Allah ti nuk falesh. La ilaha illa Allah nuk ma Ramazan. La ilaha illa Allah edhe me gjiku ligji i Allahut nuk e pranon e refuzon. Haramin halal, halalin haram. Nuk munat. Kjo për gënjeshtrim. Andaj la ilaha illa Allah do të thotë në shtrim. O Allah, ti shka kidon unë e baj. Apo kush kena ka njerë kur jam idhnushëm disa raste, bure, gruje, mudo, këtë diçka. Ne i thënë, Allah i ka thonë që i haki janë qështu. O gjo, me kanun, ne dojna si pas traditës tonë. Ne në muslimanë, o lazer. Fjala la ilaha illa Allah do të thotë ne ju kemi nënshtru Allahut. A ti do jashtë la ilaha illa Allah, atër ti mund është më konën krishter, katolik, pagan, qëfar dush, ama jo musliman. Muslimani duhet vazhdimisht çdo lëvizje, çdo thënie të jese sipas urdhrave të Zotit. Normal aty mundet me bë mëkat, mundet me dalë pe feje, varësisht prej dispozitës së cilën ai refuzon apo nuk e vepron. Dhe këtu duhet me pas kujdes. Lëzër, Allahu te baraka taala në këtë hadith penzer ka këtë njëri nga zjarmi i xhenemit. Dhe xhenemi vëllezër të nderuar, Allahu te baraka taala ka bëu që jo çdo pjesë e trupit të njeriu të kallet në xhenem. Dhe kjo për besimtarët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur do të bëje shefatin, Allah do t'ja mundsoje që mi i pa shenjat e namazlive se Allahu nuk i kall ballin, shuplakat e durve, gojt dhe gishtat e kameve që kanë rënë sejdë Allahu te baraka taala, Allahu nuk i kall. Këshire për imagjinatën tonë, me fuk di kanë zarm, du të mu kall krejt. Me shtiti kanë zarm, me dalaj, me dur, pa djegura, me ball pa djegur. Subhanallah, është e pa imagjinueshme, pa normal, jo e logjikshme. Allahu e ka bëu që besimtarët, abdeslit, namazlit, Allahu pjesë ku ka prek abdesi dhe ka prekën sejdja, mos mi kall ato. Edhe kështu Allahu te baraka i një pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush janë nga ummeti i tij. Dhe Allah ja ban nasib me hinë xhennet. Allah na bëj prej tyre ya Rabbi. Inshallah hiç në xhenem nuk hina. Po Allah na bën që me na njoft pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam. Allahu e ka thënë në Kur'anin famëlar për besimtarët, të cilët shenjat e sejdës do të shihen në ahiret. Kanë janë dunjon ndodh neve dikush me po ballin, e shumë na dikuj bot balli mazi. Nuk do të thonë kjo që është pisëgjës shumë. Ja e ka likurën, ja e ka qilimin e keq. Do më në varësisht. Ai nuk do më thonë se ka popuj që u bëhet shenja këtu. Nuk është e prej sejdës shumë, mashallah. Alhamdulillah në dunjë, ama kjo nuk është qëllimi. Qëllimi është që në ahiret, Allahu thot në Kur'anin famëlar suratul Fath, ajeti 29, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Sahabët
Kur i ka cilësu Allahu i ka cek, ka thonë shenjat e tyre, ka për shembull ftyrat e ndriçuara të tyre shihen nga shenja e namazit, e sejdës. Allahu na bëj prej tyre ya Rabbel Alamin. Vëllazër, Allahu kur pinzet ka xhenemit prej xhenemit, i fut ka me një lum, i cili lum e ka emrin Nahrul Haya, lumi reka e jetës. Don të raskapitur, të lodhur, të djegur pjesë të xhenemit. Allahu subhanahu wa taala i shtjati, edhe i nxjerr, kur i nxjerr, njerëzit pas kanë mukon, ka orë hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si ai fidani, si ai lulja kur çelet. Subhanallahu, se shkrinjën në xhenem, djegën. Edhe kur dalin, edhe në xhennet range, vëllazër, shkojnë tu çel, domthon ka dallim, dikush kur shakon shumë në xhenem, taj lumi kur hi del se te lule taze. Bile akon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkretir kur e ka kallzu këtë hadith. Edhe sahabët e kanë këshir pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë ja Rasulullah njoni, ti e di shumë mirë lule se je njeri që jeton për shkretir. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jam rrit në shkretir. Jam rrit në shkretir. Edhe i ka dit, andaj kur va ka përshkruajt, ka thonë, kur dalin për çiti ujtit kanë me dashur se ajo lulja kur del sefte, dikush ka me çel më një herë, dikush shkon dal nga dal. Edhe këtu njeriu e sheh që Allahun duhet me bë hamd, dhe me thonë, o Allah, elhamdulillah që na ke bë musliman. Kina ymit me një xhennet. Parmeno ata të cilët nuk punojnë fare, çfarë ymiti kanë? Ku mbështeten? Allah na shpëtov dhe na bën nga banorët e xhennetit ya Rabbel Alamin. Vëllazër, këtu në këtë hadith nuk du të zgjas shumë, është e fundit. Allahu tregon këtu që ki njeri pas ka me pas dëshira të shumta. Insani tabiati i insanit i tillë, nuk nginjet. Sefte shpëton, pastaj dëshiron një drum, pas atij drunit një dru tjetër, një pemë tjetër, pas asaj tretën, e pas asaj dëgjon haren, lumturien e zonave të xhenetnive dhe kërkon vazhdimisht. Subhanallah. Xheneti vëllazër është i bukur. Xhennet ka për këtë vend. Allahu na bëj prej tyre ya Rabbel Alamin. Apo mendoni që Allahu ka më na nëse ne vdesim me këtë iman, po mendoni që Allahu ka më na humb këto vepra? Wallahi, qëndrimi juve në dunjë te Allahu vlerësohet shumë. Dikush prej juve vetëm ka armë net, ndoshta ajo që më pëlqen mua, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë mizha të mëdha. Ka thonë nuk të bohen me një vend njerëzit me kujtu Allah, me përmend emrin Allah, vetë sa Allah i përmend në arsh Allah, dhe i vetë me laqët, pse janë mledh? Jam mledh me të dëgju fjallën tane. Mirë, po ato shka lypin xhenetin, e kam pa se kam pa, po ta shohin, ma shumë të këshin lut. Po shka friksohen xhenemin, e kam pa se kam pa, po ta këshin pa, hala ma shumë ishin friksu dhe këshin lut prej teje, o Allah mi mbrojt nga xhenemi. Atër Allahu thotë, përgozoj krejt se va kanë falë mëkatet. Allahu akbar. Allah na e falë mëkatet tonë. Allahu krejt ata i lemron që va ka falë mëkatet. Njoni apo prej me laçëve thotë ja Rab, njoni aty ka ndodhur rastësisht. Si për shembull ka dikush me falë namazin, i ka marrë s'po çona se marrë pi hoxhës, por i tangoj sa ka me kallzu gjisore, edhe e kryen edhe shkojna. Allahu subhanahu wa taala dini çka thotë? Në mesin e të mirëve nuk mundet edhe ai me humbën. Edhe ai mirë, edhe ai kushimisht jo një jetlija, edhe ata e ka plan domethënë mëshira Allahu te barekuhu teala dhe shti Allahu në xhennet. E kështu vëllazër është xhenneti Allahu te barekuhu teala. Në xhennet vëllazër është ka syni s'ka pa. Në xhennet vëllazër bile ka në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe me këtë e përfundoj pjesën e hadithit, dhe në transmetim tjetër te Imam Muslimit, te kjo rrëfimi që e patëm, tha dhe ai kur e kërkon këta, do më hin xhennet, Allahu ja ndërpret më dëshirat, s'ka më dëshira. Allahu ja mundson me një xhennet, ja mundson 10 sa ka dunjaja dhe mbretëri që kanë pas në ta, mbretërit e dunjos 10 herë fish, jo një mbret, po këtë mbretërit 10 herë çaç. Atëherë Allahu pasi e fun xhennet, ai shkon subhanallah, si GPS, tak e di adresën e vet në xhennet. Kur shkon aty, hadithin Sahih Muslim, hadithin 188. Dhe i thot aty e presin 2 hyri dhe i thënë atina eja o ti i cili Allahu është i knaqër me ti dhe ne jemi të knaqër që jetojna për ti. Allahu e i knaqër me ti dhe ne jemi të knaqër hyrit, çdo besimtari ka në xhenet ka di, dhe ne jemi të knaqër me ti, Allahu është i knaqër dhe ne jemi të knaqër që jetojmë me ti. Allah na mundson me hin xhennet ya Rabbel Alamin.
Allah na mëson me pa ftyrën Allahu te barek ve taala. Allah na mëson me shiu shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllazër, për fund disa dobi nga kjo rrafim, 3 dobi, 5 gati shumë. E para vëllazër është vërtetësia e sifateve dhe cilësive të Allahut. Allahu qesh. Allahu qesh. Në këtë hadith e kuptuam që Allahu pas ka qesh me këtë rob. Edhe kur qesh Allahu me dikan dini që është i kënaqur. Me kanë është i kënaqur, ku e ka venin? Ku e ka venin? Në xhennet. Andaj cilësia e Zotit, Rabbul Alaminit, është cilësi që Allahu e posedon të qeshurën. Kjo është besimi i Ehlusunnetit dhe xhamatit. Allahu subhanahu wa taala nuk i përgjason asgjë, andaj ne themi akidia jon, besimi jon është leysa kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahu nuk i përgjason asgjë dhe ai është që dëgjon edhe sheh. Jalla shanu wa jalla jalalu. Dy vëllezër, Allahu na bën me dije që pas ka më nxjerr nga xhenemi shumë. Nga ky hadith e kuptojmë që i funit që kanë një njeri i cili e ka njoft Allahun. Njeri i cili domon kanë raskapit pas ka ra, kanë dal dhe kështu me radh Allahu ka më nxjerr prej xhenemit, saçi ka në hadith pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, që Allahu kur ta futet dorën e tij që i takon madhnis tina, do të nxjerrë prej xhenemit këtë kush ka thon fjalën la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Çat shumë mëshira Allahu. Allahu e ka shkruar dhe ka thonë rahmeti sabaqat ghadabi. Mëshira ime, rahmeti im e ka mujt hidhrimin tën. Ka në hadith pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, po ta dije jo muslimani, qafiri, çfarë rahmeti Allahu ka do, kish mojt ymit dhe shpresë që ka me hinë xhennet. On sa rahmet Allahu. Edhe kundërta, po ta dije besimtari çfarë hidhrimi ka Allahu, kish dishu që ja mundet me hinë xhennet. Mirë, po ne jemi në me dyjave, shpresa dhe friga. Kur bëjmë gjunahe, kina bëmë, jo me bëmë, me mojt ymit, mojna ymit të të mëshira Allah që na i falë. Kur dojna pred para mëkatit, friksomi se dina Allah ana e ymër për mi u këthi Allahut. Edhe kam cek shpesher këta dhe nuk du të teprej. Kjo dobi e dytë vëllezër që Allahu te barekuhu teala ka dhënë hadithin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilën e transmeton Abu Dharr al-Ghafari radhiyallahu anhu, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Ma min abdin qala la ilaha illa Allah. Nuk ka ndonjë rob i cili thot fjalën la ilaha illa Allah, thumma mata ala dhalik, dhe pastaj vdes me fjalën la ilaha illa Allah, illa dakhala al-janna, dhe hin jannat. Abu Dharr ka thonë ja Rasulullah, wa in zana wa saraq, edhe në qu se ka bo zina dhe ka vjedh, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa in zana wa saraq, edhe në qu se ka bo amaritet zina, edhe në qu se ka vjedh, ai ka me hin jannat. Pasaj prap për streti ka thonë Abu Dharri, ju ka duk me fjallën la ilaha illallah, ki ka bo mëkate, wa in zana wa saraq, edhe në qu se ka vjedh dhe ka bo zina, ka thonën wa in zana wa saraq, dhe i ka thonën pasaj ragme anfi Abi Dharr, edhe në qu se përin ati Abi Dharrit kam hinki njëri në gjennet. A kuptu me dhe njerë? 3 herë i ka thonë, me bo zina me vjedh, 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 me bo zina me vjedh. Ka thonën, dhe unë nuk e ka mujt me paramenu rahmetin Allahu të Abu Dharri. Jo nuk ka mujt, dhe unë ka duke madhe kima ka. Po Allahu subhanahu falja e tij është më e madhe. Andaj Allah i ketë këtë i qetë kush ka thonë fjalën la ilaha illallah nga zarmi i xhenimit. Allah na shpëtof ya rabbel alamin. Dhe 3 vëllezër, këtu e kuptojmë vlerën e lutjes së duas. Vazhdimisht njeriu duhet të jesë në lutje i lidhur me Allahun. Ki njeri çka pas ka bën? Në momentin që ka dalë ka thonë elhamdulillah o Allah që më shpëtova nga xhenimi. Ma largo ftyrën. Ka në hadith, ka bo dua, ja Rab ma largo ftyrën, ja largoj Allah ftyrën. Për s'diti, ja Rab ma mundso me pas edhe një pim, që t'hinër hije, t'kam uj me pije, Allah ja mundsoj. Për s'diti, ja Rab edhe një pim, a e mo? Edhe një Allah ja ka thonë. Pastaj, edhe një, 3 ja ka thonë Allahu te barekuhu teala. Si cëllën herë shka ka bojnë, ka bo lutje. Kjo shka të regon, dobija hadithit. Dobija hadithit, vëllezër, është vazhdimisht besimtari duhet me li prej Allahu te barekuhu teala. Edhe në mirësi, ihdina siratal mustaqim. Edhe për ahiret, o Allah, na udhëzon në rrugën e drejtë. Lutja më e kuptimte edhe kum thon dhe mos e hekni nga xhuhet e juaja, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Allah, na jep nga mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër. O Allah i madh, ne jemi robët e tu, ti je Zoti jon. O Allah, lutsemi nga ky vend i bekuar në këtë ditë të çmueshme, ya Rabbel alamin. O Allah, shpëtona nga zjarri i xhenemit. O Allah, na bën nasib xhenetin. O Allah, na i bën
ban nasib shefatin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. O Allah i madh, ne mi rob të tu dhe kemi bë mëkate të shumta. Falja jote është më e madhe se mëkatet tona. O Allah, mëshira jote ka ngadhnjë dhe ka fituar çdo sen. Ya Rabbel Alamin, na fund xhenet me mëshirën tone, ya Rabbel Alamin. O Allah, ne mi robrit të tu të cilët jemi nevojtar për ndihmën tone, për mbrojtjen tone. O Allah, na mbroj dhe na ndihmoj, ya Rabbel Alamin. O Allah, ndihmoj musliman në Gaza. O Allah, ndihmoj musliman anë Kambodës ku janë nevojtar, ya Rabbel Alamin. O Allah, bana këtë Ramazan, këto ibadete të cilët e kemi bën kabul, ya Rabbel Alamin. Ne i bano Allah shefat ditën e gjykimit. O Allah, bëni këta për ne dhe jo kundra neve, ya Rabbel Alamin. Të nderuar xhamatli, kërkoj hallallik për çdo gabim eventual që e kam bën. Edhe për çdo lëshim eventual kërkoj falje fillimisht prej Allahut te barek ve taala. Ne jemi rob, jemi mëkatar gjënaçar, ndonjëherë pa kujdesia, si mi kanë në nivelin e duhur, fillimisht lut Allahut që Allahu të më falë. Aty që kemi godit ka qenë mirësi e Zotit. Allahu t'i takon falënderimi. Allahu inshallah na e përshëndet që të imrime dhe Ramazane tjera, ndërsa juve Allahu ju shpërblet për kohën, për mundin që keni ardhur dhe më keni nderuar sefte mu, fillimisht fjalën e Allahut, sunetin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, pastaj na keni nderuar domthonë edhe mu personalisht. Allahu ju nderoj në dunjë dhe në ahiret. Allahu e shpërblet edhe iman i cili na ka munguar çdo ditë. Amo ditë e më ka me hangër na. Marsi unë menova që akon i smut. Ku ishe akon e mo? Te motra. Te motra, ku akon që dhe men? Çakanik akon e ma. Allah i rrit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah i ndërë.